Sonte, shtëpia e Big Brother Kosova pritet të marrë sërish frymë ndryshe. Një emër që ka munguar, por që nuk është harruar asnjëherë nga publiku, po përmendet gjithnjë e më shumë, Edi. Djali simpatik, i qetë, i dashur me të gjithë, ai që për shumë shikues u largua padrejtësisht nga loja, pritet të rikthehet në vëmendjen e madhe të mbrëmjes, që nga momenti i largimit të tij, rrjetet sociale nuk kanë pushuar. Komentet, videot, debatet dhe pyetjet kanë qenë të njëjta. Pse Edi? Për shumë njerëz, ai nuk ishte thjesht një banor më pak në shtëpi, por një ekuilibër që u thye. Një figurë që nuk krijonte konflikte artificiale, por fitonte respekt me sjellje. Fjalë të matur dhe një qetësi që rrallë shihet në lojra të tilla. Pas daljes nga shtëpia kryesore, Edi ka kaluar disa ditë në shtëpinë kapsul. Një hapësirë e vogël, por me peshë të madhe simbolike. Aty, larg zhurmës së shtëpisë së madhe, por shumë afër vëmendjes së publikut, ai ka reflektuar, ka pritur dhe ka mbajtur shpresën gjallë. Për disa ditë, kapsula u kthye në një vend pritjeje, jo vetëm për Edin, por edhe për ata që besojnë se ai meriton një shans të dytë, dhe sonte, sipas pritshmërive dhe zërave që qarkullojnë, pritet të hapet sërish votimi. Një votim që nuk është thjesht teknik, por emocional. Një votim që për publikun do të thotë më shumë se sa një po ose jo. Do të thotë drejtësi, korrigjimi një gabimi dhe rikthimi një banori që, sipas shumë kujt, nuk e mbylli ende historinë e tij në Big Brother Kosova. Edi nuk ishte lojtari që bërtiste më fort, as ai që kërkonte vëmendje me çdo kusht. Pikërisht për këtë arsye, shumë shikues u lidhen me të. Ai përfaqësonte djalin normal, të sinqert, që hyri në shtëpi pa maska dhe pa strategji të errëta. Në një lojë ku shpesh fiton shurma, Edi fitoi zemra me heshtje. Rikthimi i mundshëm i tij do të ndryshonte dinamika. Banorët që janë ende brenda e dinë mirë këtë. Disa do ta presin me buzëqeshje, disa me dyshim, e disa me frikë. Sepse rikthimi i një banori të dashur nga publiku është gjithmonë një tronditje për balancat e krijuara. Por mbi të gjitha, kjo mbrëmje është për publikun. Për ata që ndihen se zëri i tyre ka rëndësi. Votimi për rikthimin e Edit nuk është vetëm për të, por për idenë se loja duhet të jetë e drejtë dhe se gabimet mund të korrigjohen. Nëse Edi rikthehet sonte në shtëpinë e Big Brother Kosova, nuk do të hyjë thjesht si banor. Ai do të hyjë si simbol i një shansi të dytë. Me më shumë pjekuri, më shumë vëmendje dhe ndoshta me një histori që ende nuk është treguar deri në fund. Sonte, dritat ndizen, dera mund të hapet dhe publiku do të vendosë. A do të rikthehet djali simpatik, ai që u nxor padrejtësisht sipas shumë kujt? A do t'i jepet Edit mundësia ta vazhdojë rrugëtimin e tij? Një gjë është e sigurt, kjo mbrëmje nuk do të kalojë pa emocione. Dhe emri i Edit, edhe një herë, është në qendër të gjithçkaje.